të famshme, të shqur, e cila studioi bregun në të gjithë gjatësinë e tij. Dhe kjo kompani, që ta dini ju, përcaktoj me studimin e saj, zonat ku nuk mund të ndërtohej. Zonat në të cilat për 1, 2, 3, 4 arsye nuk duhet ndërtohej. Nuk përcaktoj zonat ku duhet ndërtohej. Kjo kompani, pasi përcaktoj zonat ku nuk duhet ndërtohej, së bashku me qeverinë shqiptare, zhvillimin e bregut ja u besoi autoriteteve lokale të bregut. Mbi këtë bazë, kryetari i Bashkisë Simars, Vasil Bollano, i cili ishte një gardian i pa korruptur, i interesave të banorëve të bregut. Mori një kompani greke për të bërë tashmë planet e zhvillimit të komuniteteve, nga komunitetet, se cila zonë. Unë ju them ju se ajo kompani bëri një punë të shkëlqyer. Dhe në qoftë se ajo kompani, thamë dhe njerë, do zbatoj projekti saj, shqiptarët do kishin sot një breg krejt tjetër. Nuk do ishte asnjë nga batërdit dhe krimet e tmerrshme mjedisore të kryera në bregun e detit në Shqipëri. Çfarë ndodhi? Edi Rama me të ardhur në pushtet e përmbysi si studimin britanik, dhe unë njerëzisht ju kërkoj ju të bëni check-up në arkiva dhe ta gjeni, se ka pas një incident shumë të madh në atë kohë. Ju kujtohet ju kur falanga të krimit të Partisë Socialiste dhe Rion Velis arritën me shpifjet e tyre, trillimet e tyre, arritën të publikojnë, të fabrikojnë një raport gjoja të pavarur, të një ekspertit pavarur të bankës, në të cilat përpiqeshin të implikonin për korrupsion qeverinë shqiptare. Në një kohë kur qeveria kishte zbatur me rigorozitet absolut memorandumin e firmosur me Bankën Botërore. Por, si kujtohet ose hapni arkivat, pas një përballje të fortë midis qeverisë dhe bankës, Banka Botërore dërgoi këtu zëvendës presidentin e saj, Hiru, Filip de Hiru, i cili kërkoi falje publike dhe ndjesë publike qeverisë shqiptare për akuzat pa baza të lëshuara në atë raport, të fabrikuara të gjitha në kuzhinë e George Sorosit dhe Edi Ramës në Tiranë. Po kjo është midis tjerash, megjithatë duhet bëni një check-up. Çfarë bëri Edi Rama me këto plane? Edi Rama në vitin 2014 i përmbysi këto
dhe kaloi në planin e integruar të zhvillimit të Bregut, në planin e masakrimit të Bregut. Njeriu që kur erdhin pushtet, tha se na ka dal një farë gjoni, duke aluduar se ishte një mirditor ose laçian, dhe na është bërë me 60.000 hektar tokë, duke dëshmuar ignorancën e tij të plot, totale. Se emri Gjon është sa i përdorur në Mirdit edhe në Labri, edhe në Çamërin pjesën ortodokse. Dhe ato në fakt ishin prona të herojit legjendar të revolucionit grek, pasardhësve të Marko Boçarit. Që ky thoshte na doli Gjoni që s'ka pa kur det me sy. Në fakt, tani vërsuli drejt Bregut çdo trafikant shqiptar, trafikant të gjitha krahinave bashkohuni për të shqyer Bregun e Detit. Kjo ndodhi. Ja u them unë. Kjo ndodhi. Dhe libri i Kuq është dëshmia më autentike e dorëzimit të themit të Shqipërisë panoramike, ta quajmë kështu në mënyrë arbitrare, në duart e trafikantëve dhe mafjes shqiptare. Kjo është e vërteta. Dhe ky libër shton probleme shumë madhore, kriminale. Së pari, kush është personi që ka porositur dhe paguar projektin?